Miqtë e mi, ju përshëndes dhe ftoj sot në një episod të ri të programit Po Zot, një program që synon t'ju ndihmoj ta njihni Perëndin dhe të esini jetë të përmbushur me të. Ishte viti 1989. Shqipëria ishte një vend komunist, ndërsa Kosova po përjetonte një situatë politike dhe ekonomike shumë të tensionuar dhe dramatike. Ky vit shënon një pikthese të rëndësishme në historinë moderne të Kosovës. Ai përfaqëson kulmin e shtypjes së autonomisë së Kosovës nga ana e regjimit serb dhe fillimin e rezistencës së hapur dhe të organizuar të shqiptarëve të Kosovës ndaj kësaj shtypje. Por edhe në këtë kohë presioni, shtypje dhe dhimbje të thellë, Perëndia kishte një plan për popullin e tij në këtë vend. Ishte po ai viti 1989, kur një djalë i ri në një shtëpi të vogël dhe të thjeshtë në Gjakov do të merrte vendimin më të rëndësishëm të jetës së tij. Ai do thoshte, po Zot, për herë të parë. Tre shok, besimtarët e vetëm atëherë, i shpjeguan se si ai mund të lutej në gjuhën e tij. U mahnit që Zoti kuptonte shqip dhe ai mund t'i fliste me fjalët e tij. Që nga ai momenti i parë, edhe pse nuk ishte Bibël apo një kish ku të dishepullizoi për plot 4 vite, ai zgjodhi të ecë me besnikëri dhe bindje ndaj Perëndisë që e thirri dhe i dha kuptim jetës së tij, duke për sot bekim për shumë kombe. Unë quhem Driton Gashi, jam nga Gjakova, pastor tek Bashkësia Familja në Gjakov dhe i martuar me gruaja quhet Ina dhe kemi 3 fëmijë, Vrapimin, Kuroren dhe Andrën. Gjëja pa që unë e mbaj mend kur i kam thonë po Perëndis, është kur i kam thonë po për shpëtimin. Dhe e mbaj mend sikur sot, ka qenë një dhomë e vogël, ajo shtëpi nuk ekziston më. Dhe unë rastësisht shkoj për të vizituar dajen dhe aty dëgjoj disa djemë të ri duke folur për Jezus Krishtin, që për mua nuk tingëllonte sikur diçka që unë doja të pranoja, pasi unë vi nga një familje muslimane dhe në ato kohë dhe isha i përkushtuar në besimin nga ana babait, nga ana bektashiane, por atë natë, kur kam dëgjuar, duke biseduar, duke dëshmuar për Jezus Krishtin, kur unë jam kthy në shtëpi, unë nuk kam mund të flej në gjumë, duke menduar se çfarë duhet të bëj. Dhe kam shkuar në mëngjes dhe i kam takuar ata. Dhe i kam thënë, çfarë duhet të bëj? Sepse diçka ka lëvizur në jetën time. Dhe mbaj mend, ata më kanë thënë kaq thjesht që ti thjesht duhet i thuash po i Jezusit, të pranosh që ti ke nevojë për një shpëtimtar. Dhe kur se mbajnë mend, kur nuk harroj këtë gjë, mbajnë mend për jetë, që ata thanë ne do lutemi shqip. Dhe ti të kuptosh saktësisht se çfarë do të lutet dhe çfarë do i thuash Zotit. Dhe i kena mbyllur syt. Dhe ata më kanë udhëhequr në lutje. Dhe momentin kur unë i kam thënë po Jezusit për shpëtimin, ishte momenti kur i kam hapur syt. Më besoni, gjithçka në mua është transferuar. Gjithçka rreth meje është dukur ndryshe. Njerëzit më janë dukur ndryshe, qielli më është dukur ndryshe, dhe gjithçka tjetër nuk mund të imagjinoja një ndryshim të momentit që ndodhi aty. Dhe kjo ishte hera parë që mua mu dash të them për diçka po i Jezusit, dhe ky ishte vendimi më i duri që unë kam pasur mundësi të bëj ndonjëherë në këtë jetë, edhe 100 jetë tjera të kisha. Ky është vendimi më i madh dhe më i rëndësishmi që një njeri, burr, grua, djalë i ri duhet ta marrë në këtë botë, sepse kjo do të thotë pajtim me Perëndin. Të them të vërtetën, ti thuash po Jezusit, duhet të ballafaqohesh, domethënë me situatat që vinë mbrapa. Unë po flas për vitin 1989, kur unë jam kthy në besim, dhe në atë kohë ishim vetëm 3 besimtarë. Dhe dëshmia ime tregon që unë kam qenë besimtar 4 vite dhe nuk kam pasur Bibël në dorë.
4 vite dhe nuk kam pas bashkësi, kish ku të shkoj. Dhe ata 2 shok, njëri ishte një punë, tjetri shkoj në studime në Kroaci, dhe krejt çka kisha unë, në një kohë të caktuar, një herë në muaj, një herë në 2 muaj, u bashkohesha me këtë vllahun dhe shikonin filmin e Jezusit, dhe unë kam pas një traktat. Dhe atë traktat o dusha të lexoja më shefur, sepse momentin kur nuk ktheva në shtëpi, fillon përsëkutimet, sepse erdhi ndryshimi në jetën time. Në fillim, babai dhe familjarët e tij ka menduar që çfarë, si diçka, çka ka ndodhur me dritonin. Por pastaj erdhi momenti kur unë dash të tregoj atyre se ju keni njohur një driton pra një javë, apo pra një muaj, apo para disa kohe, si ka qenë, por askush s'ka mujt të ndryshoj jetën time përpas Jezus Krishtit. Nuk ishte lehtë, sepse duhet të paguhet një çmim, dhe çmimi është sepse njerëzit në fillim nuk do të kuptojnë, por jeta jote do të flasë. Dhe pastaj, unë kur nuk harroj, kur fillova t'i fal njerëzit duke thonë, Zoti Jezus fali, sepse këta nuk dinë se çfarë duke bërë, sepse fillon shokët, njerëzit mund nda prej meje dhe mos më shoqëru me mua, sepse në besimin musliman, kjo do të thotë që ti ke sjell turp në shtëpi. Por Perëndia ndryshoi jetën time dhe jeta ime foli familjarëve të mi, dhe erdhi momenti që u dash të pres për disa vite të shoh shpëtimin e duke u dhënë në lutje edhe prindët e mi, edhe motrat e mia, edhe vllahun tim, edhe shok që diku ishin ndarë prej meje. Momenti i dytë që unë dua të cek përpara të gjithë dëgjuesve, kur unë kam thonë po, ka qenë momenti kur unë kam thonë po Jezus për të shërbyer atij me kohë të plot, me gjithë çfarë kisha. Dhe kjo kohë ndodhi pikërisht në kohën e luftës. Çfarë ndodhi ishte që pastori përpara kësaj kohe, sepse pastori i parë në Gjakov ka ardhur në vitin 1994. Por në kohën e luftës, ai më thoshte mua gjatë këtyre kohëve që në jetën tonë ka diçka të veçantë. Unë e di që Zoti do ta përdorë jetën tonë. Njerëzit vinin nga vende të ndryshme dhe profetizonin për jetën time. Dhe unë i merrja dhe i shkruaja dhe i ruaja ato dhe thoja që një ditë do të flasin, edhe pse ndija brenda meje që është një thirrje. Por në ato kohë që duke punuar me punët e mia, me biznesin tim, punoja edhe bojaxhi apo moler, si themi në Kosovë, dhe në njëjtën kohë punoja edhe rrobaqeps. I kisha të dyja punët, të dyja profesionet. Por në kohën e luftës, kur plasi lufta madhe, e mbaj mend sikur sot. Para shtëpisë time na ngrumbulluan ushtria serbe në ato kohë, dhe në mesin e 300 vetëve, ndoshta edhe më tepër kishte. Ata erdhi një makinë e policisë me një shpejtësi shumë të madhe dhe unë dal para turmës dhe në mesin e 300 vetëve nuk është rasti pse ai bën me gisht drejt meje. Dhe ishte edhe një burr tjetër dhe ai na ftoi të dyve me një zot të madh. Mamën tim vetëm që zelshuan këmbët. Pastaj, duke u afruar, e mbaj mend sikur tani, polici e bëri gati automatike. Dhe unë prita se kur do të vinë plumat në trupin tim. Dhe përderisa po e afroja, unë ndjeja i ftofur fare. Dhe pastaj, edhe mua dhe atë na thaj disa gjëra dhe na liroi. Ishte shumë interesant, sepse profesori jem i shkollës që kisha, personi i parë që takova kur ktheva prej turmës, ai më tha, driton ta, unë mendova ata që do të fillon me ty, e do të përfundon me ne. Por ne kuptova një gjatë, dhe kur sa rraj. E ishte momenti ku i thash Jezus, unë kur nuk do të jetoj më për vetën time. Thash kur më nuk do të jetoj për vetën time. Dhe imi ardhë në Shqipëri, bas një muaj e gjysmë ty, kur u kthyem, ishte emanizme se si i dërzova 2 biznisë, 2 punët. Dhe shkova i thash pastorit që unë, ti mund të llogaritesh në mua. Dhe tash të tuti unë do të shërbej, vetëm për Perëndinë, dhe i tregova atij dëshminë që tani po ndaj me juve. Dhe ky ishte momenti kur i kisha thonë Jezusit, po,
të madhe për të dytën herë pas shpëtimit. Kur njerëzit fillojnë të kenë fjalë për jetën tonë, dhe ndoshta kur ti lexon Biblën dhe dëgjon një za, ndoshta ke një ëndër kur Perëndia të flet, ndoshta një vizion, ndoshta disa rrethana, sepse këtu është mënyra se si Perëndia na flet neve. Ne nuk mund të themi unë duhet ta presh Perëndin të dal ball për ball, më mundet më thot mua diçka. Jo, shërtimat e frymës mund të jenë shumë të ëmbla, shumë të thjeshta, përderisa ne qëndrojmë këtu, ti mund ta dëgjosh një shërtim nga fryma brenda teje, mos e bëj këtë, bëje këtë, prit, shko ose mos shko. Dhe zakonisht në gjithë përvojën time, sikur besimtar dhe sikur drejtues që më shumë se tani që si besimtar më shumë se 30 vite dhe sikur drejtues më shumë se 20 vite, unë e kam mësuar një mësim në marrëdhënien time me Perëndin, që Perëndia i jep 3 përgjigje. Po, jo dhe prit, por më zakonshme është prit, sepse ne nuk duhet të ngutëm të ecim përpara Perëndis, por dhe nuk duhet të mbesim mbrapa Perëndis. Për atë arsye dhe ndava që edhe pastori, edhe njerëzit tjerë kishin fjalë për mua, po u dash me prit të një moment caktun, që unë të them po, dhe të di që tani është koha për televizor. Dhe tek Galatasët 4:4 thot, kur u përmbush koha, Perëndia dha birin e tij. Dhe unë dua të inkrajoj tani edhe veten time për gjitha këto momente, por gjitha që duke në dëgjuar, që koha e Zotit është koha më e mira, nëse duhet me prit edhe 10 vjet, edhe 20, ndoshta nesër, prit sepse është koha më e mira për ty, edhe për mua, edhe për njerëzit që të rrethojnë ty. Por njerëzit e dia saktësisht këtë zonë brenda me, që Perëndia do më përdor për kombe. Dhe prisja se kur, si, do të vinë momentet. Dhe në mënyrë të manisme, Zoti hap rrugën që unë të shkoj për herë të parë në Maqedoni dhe të vi për herë të parë në Shqipëri. Dhe nuk mund të pramëndoja që ai do të ishte fillimi i tani që më shumë se 20 vite non-stop, pa ndërprerje, do thot jam duke shërbyer nëpër Maqedoni edhe nëpër Shqipëri. Por mbaj mend se kur sot, po ceke një gjallë, erdha në Shqipëri në ato vite, edhe unë erdha kishte edhe po pushoj pak, por pastori më kishte kërkuar më prediku mua atë ditë. Dhe isha në Durrës. Ata kishin 3 shërbesa atë ditë te qendra kristiane Durrësit, tek pastor David Panejer në atë kohë. Edhe e mbaj mend që unë po përgatitesha më prediku vetëm për të dielën. Por si ndodhet që unë të predikoj tërë javën, nga një vend në një vend, nga një derë me një derë. Dhe besam, isha duke thënë çfarë duke ndodhur kështu. Por ishte e diele dhe kur po kthena atë ditë me tragedë, isha i shtrirë e një lot më rjedhi nëse 2 anët të syve. Dhe ishte ky za. Unë do të kthej ty prap në Shqipëri për të rit e këtij vendi. Dhe unë kur nuk harroj. U bë konferenca Rinie Bashkuar për Krishtin. Dhe unë isha i ftuar. Dhe nga ajo kohë isha i ftuar çdo vit për të qenë pjesa e saj. Por edhe çdo vit duke i bërë të paktën 2 seminare në vende të ndryshme nëpër Shqipëri. Dhe tani duke predikuar nëpër vende të ndryshme. Ishte njëjta gjë në Maqedoni. Unë shkoj për herë të parë atje. Dhe pres se çfarë do ndodh. Anglishtja ime ishte shumë e cekët, shumë e varfër. Dhe kur nuk e harroj, unë ju shkruaja njerëzve atë ditë. I thash, ju luteni për mua sepse do të flas për herë të parë, do të predikoj për herë të parë anglisht. Dhe unë e marr mesazhin, i mbyll syt dhe bëj një thirrje për lutje. Dhe në vetvete thash, o sot, a ka marrë vesh dikush çfarë kam folur sot në gjuhën angleze. Kur i kam hapur syt, unë e kam parë veten time të rrethuar nga gjithë njerëzit që ishin të pranishëm aty. Dhe unë filloj të lutem për ta. Dhe mrekulli pas mrekullie, dhe në atë natë, në ora 11 të natës, e kanë sjell në shtëpinë e pastorit një djalë, që ata kanë quajtur i demonizuari i qytetit. Ai erdhi aty për të lutur, dhoma ishte plot me njerëz, ende 11 i natës. Dhe përdesa më lutur, me besoni,
unë as kam bërë lutje shërimi. Sepse i thash kështu, dhe gjao, unë mund të lutem për ty, në emër të Jezus kam pa shumë mrekulli. Por ty nuk vjen asgjë nëse unë lutem për ty, ti shërohesh sot, por ti nuk je i shpëtuar, nuk je i thonë Jezusit po, ti mund të shkosh prapë në ferr. I thash, a dëshon t'ja thirrësh Jezusin në jetën tënde? Dhe ai tha, po, ashtu si unë thash më herët, po. Dhe përdesë ai kam qenë duke udhëhequr në lutjen e shpëtimit. Fytyra e tij ndryshoi. E dridhura e tij u ndal. Dhe ai u shërua plotësisht. Dhe të gjithë e pan. Dhe ajo dëshmi muri Johan në për gjithë Maqedoninë, se çfarë Zoti kishte bërë atëherë. Dhe mbaj mend në mënyrë shakaje, ju shkruaja njerëzve, faleminderit për lutjet sepse punoj anglishtja ime. Pritja gjatë likshton zemrën, por dëshira realizuar është një dru jete. Dhe unë dash të pres 41 vjeç në jetën time për personin e duhur. Dhe mbaj mend kur unë kam takuar Inën, ne kemi një histori shumë të veçantë, sepse takimi i parë i imi me Inën është në kish, edhe në atë kish ishim tek pastor Akili, sepse Ina ishte atje pjesë, të Akil Pano. Dhe unë isha shkuar për të takuar Inën, por nuk e njeh kush është Ina, se kisha parë. I kisha 2 nipat e mi me vete, dhe momenti ku më taku me Inën është, ne shkojmë për ta marrë darkën e shajit, ishte atë ditë në kish. Dhe ku shkojmë dytë për ta marrë bukën dhe verën, aty e kena parë njëri tjetrin sy më sy. Dhe bile dhe këngën që kam shkruar në ato kohë për Inën dhe për vete, do të thotë që takimi ynë i parë ishte kur në dorë kishim bukë dhe verë. Dhe atë moment ishte aty kur ne filluam të kemi atë shikimin e parë, dhe mbrapa takimit ne u takuam bashkë për një kafe, dhe aty filloi ajo pjesa e asaj dridhjes së zemrës dhe hapat e parë të dashurisë, por në kulmin e dashurisë tanë, unë ndjej nga fryma një gjë që unë besoj që ne duhet të qesim një flis, të kërkojmë Zotit. Dhe i tham Inës që Ina, unë besoj që ne duhet ta vorrosim këtë dashuri tonë. Dhe nëse është nga Perëndia do ta ringjall prapë. Dhe Ina më thot, ne kishim kërkuar nga disa pastar të ndryshëm, si kishim si baba frymor të lutem për neve, të konformojmë këtë gjë. Por e mbaj mend në ato kohë 7 muaj kokë me kokë. Nuk e kisha parë Inën. As Ina mund. Dhe për më shumë se 6 muaj ne nuk kishim as komunikim. Nuk dinim çfarë do të ndodhë. As Ina për mua, as unë për Inën. Por momentin kur u takum, dytën e takum me të njëjtën ndjenjë. Mbas 7 muaje, a kam ende të njëjtën ndjenjë për këtë person? A është vërtet ky person ende për mua, që është në zemrën time? Dhe jemi taku dhe për ati momenti, ne kena kuptu që nëse Perëndia bën diçka të ringjallet, nuk vdes ma. Dhe Jezus është ringjallet për mos me vdek ma. Dhe Ina tha, kur sa rraj, tha, driton tha për ati momenti, unë kur nuk kam më frikë, ti them Zotit po për ndonjë gjë që më thirr ta varros. Dhe pastaj ne proklamuam edhe lidhjen tonë, edhe fejesën tonë, edhe martesën tonë. Dhe me hirin e Zotit, me përkrahjen e Zotit, ne vetëm sa javën e kaluar kena kujtuar 10 vjetorin e martesës. Dhe kemi 3 fëmijë, vrapimin, kurorën dhe ëndrrën. Unë isha duke lutur dhe kisha thonë gjithmonë, Zot, të lutem, më kam prit shumë. Me bëj që personit parë, kur unë të shkoj të them që unë të dua ty, më thonë po. Dhe ishte pikërisht kjo, nëse flas domethënë në lidhje me Inën, domethënë në lidhje me martesën, se si e kam dëgjuar që është diçka nga Perëndia, të thotë është domethënë ka qenë njëra prej shenjave, po ishin edhe shumë shenja tjera që ne përmenda më herët. Po edhe në shërbesa të tjera, në gjëra të tjera unë zakonisht unë pres ndoshta më tepër se sa dikush tjetër
për momentin për të lëvizur për disa gjëra. Dhe e kërkoj Zotin në mënyra të ndryshme, dhe njëra prej tyre është që unë shumë shpesh, kur e ndjej veten time që jem përpara vendimeve, marr kohë personale, intime, vetëm me Zotin, që do të jem larg ambientit dhe larg situatave, që mos më qenë shtyr vetëm që ajde po duket tani diçka dhe le të bëjmë. E mbaj mend pastori që unë jam i lidhur me kishën atje në Amerikë, ai gjithmonë me kishte thënë, mos shiko për një mundësi të re. Thot, ne jemi të thirrur të shërbejmë Zotit aty ku jemi për gjërat që na ka thirrur të jemi. Dhe unë gjithmonë e them, gjëja më e vështirë dhe më e pa përballueshmja për mua është kur unë ndjej që Zoti është larg meje. Ajo është aty, por disa rrethana me bin mua në atë pikë dhe jemi bindur çdo person që duke na dëgjuar tani ka kaluar dhe do të kaloj, ndoshta duke kaluar tani do të kalojë të ardhmen në për disa situata kur duket që Zoti është diku larg prej tyre. Në fakt Zoti është aty. Por ty, marrëdhënia jote, ecja jote, disa gjëra duket sikur është zbeja marrë dhe kjo është gjëja më të mëshme për jetën time. Dhe ina është dëshmitare, familjarët e mi janë dëshmitarë dhe kisha, ku unë shërbej janë dëshmitarë që në ato momente unë i lë çdo gjë tjetër. Sepse nuk është asgjë më vlerë për mua se sa marrëdhënia ime personale dhe intime me Zotin. Prandaj luftoj në mënyra të ndryshme, filloj të përkushtohem më tepër në lexim, në meditim, në studim, në lutje, në agjërim, domethënë që vetëm e vetëm të më kthehet ajo që unë ndjej që Zoti ja ofër meje. Unë besoj që një besimtar për ta kuptuar veten e tij apo veten e saj që ka filluar të ketë një pjekëri me Zotin, është koha saj me Prandin, apo koha ti me Prandin, apo menaxhimi i kohës. Sepse unë dhe ti nuk duhet as të gjejmë asnjë arsyetim brenda ditës që na iki koha, unë zumë kaq shumë punë tjera dhe nuk pata kohë mu marr me Biblen apo me lutje apo me diçka tjetër që ka të bëjë me gjëra frymore. Një periudhë shumë të gjatë të jetës time, unë isha dedikuar që një herë në javë të kem ditë agjerimi dhe të jem vetëm. Te ne kemi një kodër që thirret kodra Qabratit në Gjakov. Këtë gjatë din shumë veta për mua, sepse kanë qenë dëshmitarë dhe kanë ditur, jo që kisha treguar, por koha pastaj ata vërtetun. Dhe unë merra vetëm Biblën dhe gitaren dhe unë gjithësha vetëm atje. Atje nuk, tani ka plot restorane, por në atë kohë kur po flas unë s'ka pas restorane, s'ka gjë, ka qenë vetëm një kodër. Dhe unë kaloja nga mëngjesi deri në perëndim të diellit. Vetëm. Larg çdo zhurmë, larg çdo situate dhe isha i fokusuar vetëm në gjërat që të mund të kem mundësi ta dëgjoj zërin e Zotit. Por gjithashtu unë gjatë vitit, një herë në vit, në kohë periudhë të shkurtit, unë kam një kohë për 10 ditë kur unë jam off apo larg çdo shërbese, çdo kontakti me njerëz dhe jam në një vend vetëm. Sepse për mua më rëndësishme është, sikur thash më herët, marrëdhënia ime me Prandin se sa çdo marrëdhënie tjetër. Me falni, mos më keq kuptoni, sepse nëse unë dhe ti nuk marrim vertikal, ne s'mund të japim horizontalisht. Dhe kur unë e kisha këto kohë, shumë veta, binë më dhe familjarët, edhe njerëz tjerë mendonin që ndoshta dritoni e bën këtë kohë për 10 ditë derisa të martohet. Jo, në fillim o desh t'ja besoj Perëndis tër shërbesën, tër kishën, nëse Perëndia nuk ndërton, me kot lodhën ndërtuesit. Pastaj o desh të dërzoj Zotit 2 prindit që jetoja me ta. Pastaj kur martova, o desh të dërzoj Zotit 2 prindit, kishën dhe inën për 10 ditë. Pastaj vrapimin, kurorën dhe ëndrrën, vit për vit, domethënë kohë pas kohë, kur linë ata dhe tani u dash të dërzoj Zotit të gjithë. Për këtë arsye, unë jetoj në këtë mënyrë dhe unë dua të inkurajoj njerëzit që koha jote personale me Zotin duhet të jetë pjesë e pandare e jetës.
mos të lutem, mos e arsyetoni kohën e humbur me asgjë. Mos gjatë ditës ti duhet ta kesh një itinerar, një kohë, ku ti thu, kjo është koha që unë nuk e zaventsoj me asgjë tjetër. Nëse ti je në punë, dhe çfarë duhet të bësh ti? Ora 8 apo 7, kur e fillon punën, ti duhet të jesh aty me minuta, sepse përndryshe ta hupin ditën. Prandaj, mendoni ju, Zotit në shpëtimtarin e ju që ju pret ty dhe mu, çdo ditë ta ketë një kohë intime, personale, me mua dhe me ty. Çfarë duhet të bësh? Atëherë, le ta disiplinojmë veten tonë edhe në këtë drejtim. Dhe unë kam një varg që gjithmonë e cek shpesh me njerëzit, që shumë njerëz mendojnë që për të shërbyer Zotit, për të bërë punë për Perëndin, do të humbas. Nuk është e vërtetë. Unë jam këtu dhe unë dëshmoj, a tha çfarë tha Jezusi dishepujve të vet. Sepse ai ju tha atyre tek Luka 22:35, sa ishit me mu, a ju mungojnë ndonjë gjë. Përgjigja e dishepujve nuk është jo. Po ata i thanë asgjë. Edhe një herë. Dishepujt nuk i thanë Jezusit nuk na jo, sepse Jezusi pyeti, sa ishit me mua, a ju mungojnë ndonjë gjë? Ata nuk i thanë jo. Ata i thanë asgjë. E kupton fjalën çka është asgjë? Asgjë do të thotë se Jezusi është plotësia jote. Dhe unë jam sot këtu, që më shumë se 30 vite besimtar, dhe më shumë se 20 vite në shërbim, që i kam dërzuar profesionet e mia dhe pas pak do t'ju flas edhe për një pot madhe tjetër, që unë nuk kam humbur asgjë. Dhe Perëndia ka siguruar gjithmonë për nevojat e mia. Një pot tjetër e madhe për mua ka qenë dorëzimi i karrierës time sikur këngëtar. Në ato kohë, unë këndoja në përdarsma, këndoja në për banketet të ndryshme, dhe unë nuk kam çfarë t'ju flas më tepër, sepse secili për jush, ju mund të dini se çfarë të ardhura mund të kishte një këngëtar në përdarsma në ditët e sotit. Dhe e mbaj mend sikur sot, po përgatiteshem për dedikimin e jetës time sikur pastor drejtues i kishës. Dhe ishte një javë, me herët unë isha në dasëm. Isha në dasëm duke kënduar, dhe ishte një dasëm të një vëlla besimtar. Por atëherë e dëgjova një zë brenda meje, driton ka ardhur koha me hapësh zërin ton. Dhe e mora dhe rujta në zemër, dhe fillova të lutesha në dhomën time për këtë çështje. Dhe unë kur nuk harroj. Në ditën e dedikimit të jetës time sikur pastor, pikërisht atë ditë, ai predikuesi, ai vllau që ishte duke lutur për mua, tha, Perëndia thot, ma jep zërin ton. Dhe unë shpërtheva në lot. Dhe thash, po Zot, unë nuk do të vrapoj mua pas karrierës time. Unë do të dërzoj karrierën time dhe zërin tim në altarin ton. Dhe ai kur sa rroj, ishte pikërisht ai. Dhe i nxjerr në ato kur sa rroj $150. Dhe tha, unë po investoj parë, që ti të kesh një album me këngë për Perëndin. Unë thash, wow. Dhe pikërisht në ato ku unë fillova të shkruaj këngë për Zotin. Kur s'kisha shkruar këngë më herët. Dhe e luja gitarën, por kur s'kisha nxjerr melodi vet. Dhe pikërisht nga ajo kohë, unë e bëra albumin e parë, e bëra albumin e dytë, dhe unë jam në përfundim të gjitha këngët i kam në studio për albumin e tretë me këngë për Zotin, që tani mbi 20 këngë i kam të shkruara vet me tekst dhe me muzikë. Ju thash me herët që Jezusi tha, sa ishit me mua ju mungoj gjë. E përgjigja është asgjë. Por dëshmia ime që po ndaj sot ka shumë këngëtarë dhe instrumentista apo njerëz të tjerë me karrierë, që unë kam dalë dëshminë time dhe ata e kanë ndërzuar
Dhe nga ajo ditë, me thonë faleminderit për dëshminë tonë, sepse dëshmia jote më ka ndihmu me qenë në vendin e duhur, në kohën e duhur. Në këto kohë, unë kam qenë duke predikuar në kishën time në lidhje me thirrjen dhe pozitën tonë. Sepse nuk mund të jetë thirrja e Zotit këtu dhe pozita jote këtu. Një thanje që kam dëgjuar në këto kohë, thosh kështu. Një baba i kishte thënë çunit, kur ti bësh 12 vjeçë, unë do të tregoj ty një sekret. Dhe çuni me padrojmë piti të bëj 12 vjeç. Dhe atë ditë kur i bëj 12 vjeç në datë lindjes tij, tha bab, tha çfarë i bëna 12, me ke thënë që do më tregosh një sekret. Thot, po bab, të kam thonë, sekreti është ky. Tha bir, lopa nuk i jep qumshti në vet. Ti duhet të shkosh dhe ta mjelesh. Dhe nëse e kemi këtë metaforë që po sjellë sot përpara jush, nëse lopa është tu dhe ti e këtu, ti kur nuk e merr qumshtin. Nëse thirrja është tu dhe ti e këtu, nuk bazohet. Prandaj ne duhet të vim këtu e të bëjmë pozitën tonë me thirrjen tonë dhe të ecim bashkë. Nuk ka rëndësi ti, nuk ka fjalë që duhet të bëjmë pastor apo predikues, por në vendin e punës, në shkollën tonë, ku di që merr edhe thirrjen tonë, merr Jezusin me vete, dhe aty ku je, në pozitën tonë dëshmo për Zotin. Kjo ti thuash Zotit, po, kudo që jesh. Martesa në vetvete është e lumtur, por ka sfida, ka betejë. Dhe është të vërtet, edhe unë me Inën, kemi kaluar në për sfida. Nuk e kena pas fush me lule. Kena pas sfida tona. Dhe vërtet, ka pas momente kër ne kena kërkuar për njerëzve tjerë të lutën për ne. Dhe kjo është gjë e mirë. Të gjesh njerëz që të duan ty, njerëz besnik, që vërtet janë gati të lutën me ty, dhe të lutën duke thënë që ne do të presim, dhe më thonë deri momentet kur do të dalë një shpërthim, do të kaloni në anën tjetër. Dhe unë dua të inkurajoj të gjithë që janë disa gjëra që për këtë arsye edhe Bibla e flet shumë qartë, që ne duhet të lutem për njëri tjetrin. Ne duhet të luftojmë, sepse betejat nuk janë të lehta. E sidomos kur betejat ngriten në një familje, në një martesë, sepse janë sfida të ndryshme. Ne vazhdimisht në martesë, në lidhje, në fejesën, gjitha këto, domethënë vazhdimisht ti do shkosh duke mprej hekrin. Një shprehje që thuhet që mbas 40 vjetë njerëzit, mbreti ka kuptuar, shoqja mbretin që është tullas për shembull. 40 vjetë. Si është e mundur kjo? Kjo është thjesht një shprehje, domethënë që do të kalojnë shumë vite dhe ne do ta njohim njëri tjetrin, një faqe të re. Por pastori që ne shërbejmë bashkë me ta në kishën Amerikë, ata ishin këtu, pastor Jeffi dhe pastor Peci Peri. Ata na kanë thonë të tregim, domethënë një gjë shumë interesante. Dhe në mesazhin e tyre e kishin dëgjuar, kur ne kalonim për probleme, për sfida, në vend që ne të ballafaqohemi me sfidën, ne ballafaqohemi me njëri tjetrin. Dhe unë dua të inkurajoj juve ato se çfarë tani ne bëjmë edhe me Inën bashkë. Nuk është koha të ballafaqohemi me njëri tjetrin. Ne duhet të ballafaqohemi me sfidën, ta luftojmë bashkë sfidën e jo njëri tjetrin. Tani fëmijët e tanë janë ende të vegjël, 8, 7, 5, dhe ne vazhdimisht jemi duke shikuar ata. Çfarë të themi për të? Çfarë do të presim për të? Ne kena pas profeci, ne kena pas zëra për jetën e tyre. Por ne duhet t'i ruajmë, ne duhet të punojmë që ata t'i kultivojmë ato gjëra. Prandaj edhe kjo është sfidë në vetvete. Dhe aq më tepër brenda një familje cila është tani shoqëria ku po rriten fëmijët. Dhe ne e dim që disa gjëra, disa fjalor që fëmijët tanë dhe në moshën 6 ku s'ka qenë vrapimi në shkollë, apo kur ora në shkollë, ata nuk i kanë pas. Çka ka ndodhur? Momentin ku takojnë në shoqëri me tjerë, i marrin edhe i sjellin prandaj mbrapa dhe duhet të ballafaqohet, kjo nuk është kështu, kjo nuk duhet bëhet kështu. Prandaj, unë dua të inkurajoj që mos në situatat e juaja, mos luftoni me njëri tjetrin, luftoni me situatën. Dhe gjeni djem, vajza, burra, gra, që vërtet luftojnë për juve.
sepse është me shumë rëndësi kja. Dikush kur ti e din që lutet për ty, dikur kur e di që ti mund t'ja për zemrën dhe komunikosh situatën tënde. Dhe këto na kanë ndihmu që ne të kalojmë nga një etapë në tjetër, nga një faqe në tjetër, por a kam përfundu? Jo, Biblia thotë që Satani la Jezusin për pak kohë, mbasi kishte të nduar. Çfarë do thotë kjo? A do përdor taktika tjera në të ardhmen, edhe për mua, edhe për familjen time, edhe për familjet e juja. Prandaj duhet të jemi gati. Dhe t'i luftojmë ato dhe jo njëri tjetrin. Unë jam i bindun dhe e ceka pak me herët që Perëndia flet në mënyra të ndryshme tek njerëzit. Edhe tek jeta ime flet ndryshe, edhe tek jeta juaj, edhe tek jeta atyre që janë duke na dëgjuar tani. Dhe mënyra më e mira dhe më e zakonshme që Perëndia flet është përmes Biblës. Kjo është fjalë e dhënë nga Perëndia. Kur ti dhe unë e bojmë Biblën pjesë të jetës tonë, atëherë do kuptojmë se kush është Perëndia dhe kush jemi ne. Atëherë do kuptojmë se çfarë Perëndia don dhe çfarë ti do të vendosësh me bë. Këtu është zëri i Perëndisë. Këtu ti do të marrësh atë trajnimin e dur. Sepse këtu nuk ke nevojë me pas zë të më den një dikush të më thot, kur thot mos vjedh. Është zonë nga Perëndia, është urdhër nga Perëndia dhe mos vjedh. Kur thot mos gënje. Mos gënje. Kur thot ndihmoj tjetrit. Ndihmoj tjetrit. Çfarë do të thotë më tjetër? Dhe këtu fillojnë ato hapat e parë. Sepse duke qenë i bindur në gjërat e vogla, atëherë domethënë ti do i kuptosh edhe gjërat e mëdha për më vendos. Sikur thot fjala e Perëndisë, mos i nënvlerësoni fillimet e vogla. Bibla është sikur një pasqyrë. Ja, sikur një ilustrim, sepse ka shumë mënyra tjera që të tregoj se si flet Perëndia. Por Bibla na flet neve shumë qartë dhe thot është sikur një pasqyrë. Te Jakobi që shkruan thot Bibla i ngjan një pasqyrë. Për çfarë përdorim pasqyrën? Për të rregulluar nga ana jashtme. Dhe tani Bibla është e pasqyra për më rregulluar nga ana brendshme. Nëse edhe thot shumë qartë, ti shikon veten tonë në pasqyrë. Dhe çfarë ndodh? Menjëherë kur të largohesh thot ke harru çush je. Dhe çfarë bën kthehesh prap? Bile, unë e përdori si në formë shakaje, tham tani dhe telefonat i përdori mi shiku veten. Edhe në për dritaret e lokaleve, në për makina, sepse vetëm përdori mi shiku veten si që përdukem nga jashtë. Dhe tani nëse kjo është për nga brenda, atër kjo është zëri me i miri. Kjo është zëri Perëndisë nuk ka dhënë neve. Për çdo ditë. Logos. Por ne kemi edhe fjalën rema, që vjen në mënyrë hyjnore. Ti e duke ecur rrugës, dhe ti e dëgjon një zë, një pëshërtim brenda teje. Ti e ndoshta duke punuar, kështu më ka ndodhur mua. Kam qenë duke punuar, kam dëgjuar zërin e Zotit. Pëshërtimat e frymës brenda meje. Tjetër, kam qenë duke shikuar rrethanat dhe në bazë të rrethanave unë e kam dje zërin e Zotit. Sepse Samueli thot, Saulit mbreti thot, kalo kështu, kur të kalon të bëj çfarë të kërkon momenti me bë. Ja. Disa momente, por për me të kërku ty, me të rëgu ty momenti, çfarë me duhet të kuptosh që a është biblike çfarë ti e ka ban. Për ta kuptuar që nëse është zë i Zotit. Prandaj mund të jetë një ëndër. Bibla flet shumë qartë që Perëndia flet përmes një ëndre, Perëndia flet përmes një pamje, një vizioni, ndoshta je duke lutur, shumë shpesh më ka ndodhur në jetën time. Po këto gjëra i marr dhe i shkruaj, sepse mund të jenë domethënë ndoshta veç një mendim, por koha flet. Dhe tregon dhe ti thua, wow. Ka pas raste që u dash me shku ndoshta vite, ajo çfarë un kam ndier për më ndodh, ka ndodhur. Unë dua t'ju nkrajoj juve që për ta kuptuar dhe për ta dëgjuar zërin e Zotit, bëje Biblën pjesë të jetës tonë non-stop. Dhe lutu sipas Biblës. Ky është zëri më i mirë për ta dëgjuar. Lutu sipas Biblës. Qysh? Ti thua Perëndi ti ke thënë. Kur sa rrej një predikus thoshte, nëse ti dhe unë mund ta kapim Perëndin dikon, është vetëm premtimet e tij. Perëndi ti ke thënë. Dhe Perëndia nuk gënjen. Ti ke thënë.
Dhe ky, a nuk është ky zot nga prania? Ti ke thonë që unë nuk të lodh nuk u praktis. Atë çfarë konfirmimi për ti tjetër? Ti ke thonë që unë do të jem me ty. Ti ke thonë. Dhe unë dua t'i bëj. Po njëjtë prani që neve na pëlqen më thonë që ti do të jesh, unë do të jem me ty dhe ku nuk të lodh për ti. E njëjtë prani ka thonë mos kurvro. Mos mashtro. Duje me gjithë zemrën, ndëroj prindët tu. Gjitha këto janë zë prandije çdo ditë për jetën tonë. Prandaj, janë gjëra tjera për shërbesa. Për shërbesa. Si? Pra për fjala pranisë. Pastaj prendia do të dërgojë njerëz, mbani mend çfarë po them. Nëse gjërat janë nga prendia, për thirrjen tonë, për shërbesën tonë, për punën tonë, do të vinë njerëz nga të katër anë të botës, prendia ka më dërgu. Vetëm e vetëm mi konfirmu që poja prenisë është po dhe joja prenisë është jo. Unë dua t'ju inkurajoj me diçka më shumë rëndësi që thirret diçka që kudo që kam shku me prediku njerëzit më shumë dhe që më kanë bërë këtë pyetje, pastor, çu ta di ta njoh vullnetin e Zotit për jetën time. Njohja është fuqi. Njohja është fuqi. Njohja më e madhe, apo fuqia më e madhe në këtë botë është njohja e vullnetit pranisë. Mbanin me. Njohja apo fuqia më e madhe në këtë botë është njohja e vullnetit pranisë. Pastaj kemi gjetjen e vullnetit të pranisë. Gjetja e vullnetit të pranisë është zbulesa më e madhe që një njeri mund ta ketë në këtë botë, në këtë tokë. Nuk ka zbulesë më të madhe sa ta gjesh vullnetin e pranisë. Dhe e treta, bërja vullnetit pranisë është arritja më e madhe që njeri mund ta ketë në këtë tokë. Nëse ti mendon me çfarë do karriere, kur do të jetë ti që duke dëgjuar sot, që ti do të arrish gjëra të mëdha, nuk mund krahasohet me arritjen e bërjes së vullnetit pranisë. Ty jap një ilustrim sepse ndoshta dëgjuesit janë duke thënë, e si ta njoh, e si ta gjej, e si ta bëj. Por uroj që ju të mos jeni sur këtë tregim që do ta ndaj sot. Tek Ungjilli sipas Lukës kapitulli 18 është tregimi për një të ri pasanik. Ai erdhi dhe i bëri pyetje Jezusit për mbretërinë e pranisë. Dhe që në vëmendje. Ai e njohu vullnetin e pranisë, çfarë i tha Jezusi? E gjeti vullnetin e pranisë që ishte Jezusi, por kur nuk e bëri. E kuptu që thash? Edhe njëherë, ai e njohu vullnetin e pranisë, sepse Jezusi tha, kjo është jeta e përjetshme. E gjeti vullnetin e pranisë Jezusin, por kur Jezusi tha që duhesh të bësh ti diçka, të thuash po për diçka, ai kur nuk e bëri. Prandaj, unë dua t'ju inkurajoj që ti pas ke mundësi edhe ta njohësh, edhe ta gjesh, por kur mos ta bësh. Po unë dua që të paktën të ketë dëshmi e jetës time, të ndihmosh ty të thuash, po Zot, unë dua ta bëj vullnetin tënd. Vargu im i preferuar në Bibël është tek Gjoni 4:34. Dhe ky është ushqimi që unë kam për ta ngrënë. Ta bëj vullnetin e pranisë. Un tempo bine dashuri, le të jem sakrificë për ty, o për ty, un them
dashuri. Le të jem sakrificë për ty, o për ty. E janë ambu, Zoti mëshirës, më lirë ta gjej vetën në ty, o në ty. A ti dashur, më mbaj afër, më bëj një zemër të pastër për ty, o për ty. Unë them po Zot, del mbi ne dashuri. Le të jem sakrificë për ty, o për ty. Unë them po Zot, del mbi ne dashuri. Le të jem sakrificë për ty, o për ty. Unë them po Zot, del mbi ne dashuri. Le të jem sakrificë për ty. Miku ynë sot na tha se njohuria është fuqi. Njohja e fjalës Perëndis, të kaluar të një kohe vetëm në prezencën e tij është shumë e rëndësishme për të patur një jetë të përmbushur. Megjithatë këtu vetëm sa fillon rrugtimi ynë me Perëndin. Njohja e vullnetit të Perëndis kërkon veprim. Perëndia, në mëshirën dhe dashurinë e tij të pafund, na thërret për të marrë pjesë në planin e tij të shenjtë. Por ai nuk na detyron. Ai na ka krijuar me vullnet të lirë që zgjedhja jon të jetë e sinqertë dhe dashuria jon për të jetë e vërtetë. Tek libri i zbulesës në kapitullin 3 dhe në vargun 20 lexojmë: Ja, unë qëndroj tek dera dhe e trokas. Nëse ndokush e dëgjon zërin tim dhe e hap derën, unë do të hyj tek ai. Thirrja e Perëndisë është një ftesë dhe nuk është detyrim. Vendimi për t'ju përgjigjur asaj është në dorën tonë. Zgjedhja jonë për t'ju përgjigjur Perëndisë nuk është vetëm një akt i bindjes, por një hap i besimit që hap derën për përmbushjen e planit të tij në jetën tonë. Miku im, mos e neglizho zërin e Perëndisë në zemrën tënde. Vullneti i lirë është dhuratë, por përgjigjja jote mund të jetë çelësi për shpërblime të përjetshme. Deri në rrëfimin tonë të ardhshëm, lutem që secili nga ne të mos e ngurtësoj zemrën sa herë që dëgjojmë zërin e tij.